Fabiol Hysi, 43 vjeç, me aftësi të kufizuara, shurdh me mec, u dhunua më 20 mars nga dy të rinj, 17 dhe 20 vjeç, të cilët e goditën me gur duke i shkaktuar plagë të rënda në kokë. Aktualisht ai ndodhet i shtruar në Spitalin e Traumës në Tiranë, në gjendje stabël nën kontrollin intensiv të mjekëve. Policia arrestoi dhunuesit EK 17 vjeç dhe IN 20 vjeç, të cilët pranuan fajin. Sipas burimeve nga policia, dy të rinjt thanë se 43 vjeçarin e njihnin më parë. Më 20 mars në mbrëmje janë takuar rastësisht në rrugë dhe 43 vjeçari i ka ofenduar. Fillimisht, ata u tallën me 43 vjeçarin për shaka, por në momentin që Fabiol Hysa i ka ofenduar, aty e kanë goditur me grushte. Dyshohet se për shkak të dhunës, 43 vjeçari ka përplasur kokën në një cep muri, gjë që i ka shkaktuar dhe çarjen e rënë në kokë. Policia e Lushnjës ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes, ndërsa gjykata e Fierit caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 20 vjeçarin IN dhe detyrim paraqitje për 17 vjeçarin EK. 43 vjeçari është në gjendje stabël.